si edhe deri në këtë nivel, cilë është bashkësitë e tane, në përgjithësi dhe roli i bashkisë islame konkretisht për këtë armadë? Unë ndaj mendimin se meritën më të madhe kanë mësimet islame, duke pasur parasysh se kombi shqiptar, shumicë i takon besimit islam, dhe duke pasur parasysh se feja jonë urdhëron në një bashkëjetesë, edhe thënjet e Muhamedit alayhis salam gjithashtu. Nisur nga ky parim, sigurisht që kjo është një meritet e madhe, mirë po edhe stërgjyshërit tanë, pararësit tanë, janë ata të cilët e vazhdimsi kanë mbjellë farën në respektit dhe dashurisë për një bashkëjetesë në ndërgjegjen tonë të brendshme, në dinjitetin tonë, dhe ajo është përcjell tek brezat e ri me një devotshmëri jashtëzakonisht të lartë. Dhe kështu që kjo është tepër natyrshme kur 3-4 individ, pa e marrë këtë rast shqiptar, besimet ndryshme rrinë të nditën mirë, bisedojnë, llafosin, shetisin bashkë, dhe këto divergjenca në besim vetëm sa e rrisin edhe me dashurinë dhe respektin brenda kombit tonë, nuk e zbehen, nuk e dobësojnë, fatkeqësisht qysh ka ndodhur me kombe tjera që kanë pasur në përbot, që kanë pasur mosmarrveshje të mëdha dhe ka ardhur deri te konflikte, jashtëzakonisht të mëdha, ku sot në përbot kemi edhe varreza të shumta të atyre të cilët kanë ra, po them në luftë mes vete edhe për shkaqe të besimeve.